tuar? Janë bashki që sot janë kthyer në azile të mëdha të moshuarish. Një vit më parë në bashkinë e Tepelenës, mbase ju kujtohet, ka ndodhur një nga çuditë e mëdha që tashmë nuk përbën më çudi në fakt, por u mbyll qendra që shërbente si qendër materniteti dhe u kthye në qendër për pritjen dhe rehabilitimin e të moshuarve. Pra, imagjinoni se çfarë i kanë bërë vendit këta. Një bashki e cila sot nuk ka më lindshmëri fëmijësh, por ka vetëm të moshuar të cilët mundohen të mbajnë jetën për aq kohë sa do të jenë në këtë botë, qoftë me ndihmën e fëmijëve, por qoftë edhe me atë pension që u jep qeveria duke u kujtuar nga mëngjesi deri në darkë, sikur ka borxh. Dhe sot bashki të tilla kanë shkuar në nivele të tilla braktisje sa ndoshta në 10 vitet e ardhshme nuk do duhet më as të funksionojnë apo të quhen më bashki. Nuk do duhet të kenë më as qendra administrative. Nuk do të kryejnë më asnjë funksion, po braktisen edhe nga të moshuarit. Më besoni që ka shumë të moshuar që janë, po themi, në prag të daljes në pension apo që sapo kanë dalë në pension, që tashmë po zgjedhin të largohen pranë fëmijëve të tyre në emigrim.